cili frymëzon Shqiponjën dy krenare. Frymëzon shqiptarët anë mban botës me këta festa që kanë luftuar për votën. Jemi shqiptar, jemi krenar, që sot kemi ardhur të thurim shkronjat alfabetit ton të parë. Janë 36 margaritar, një familje me shumë antar. Çdo njeri e dëshiron një thesar, por vetë fjala thesar është e thurur me margaritar. Një pasuri që çdo njeri e posedon, në vetën e tij e thur dhe e shqipton. Po të mos ishte alfabeti, a thua val nuk do shkruan të kombi shqiptar, nuk do dinte me të fjallë, pa këto 36 margaritar. Tash po flas, e po shqiptoj fjallë, që çdo shkronjë është më e bukur nga shkronja e parë. Kanë një vlerë që nuk mund të maten, një bukuri që shkëlqejnë si yjet natën. Këta fjallë i ndjej në shpirt, me këta 36 yje i nxjerr në dritë. I nxjerr nga brendia e shpirtit, me ndihmën e shkronjave të vetë shqiptimit. Mburuni shqiptar, që sot keni fatin të flisni gjuhën më të pasur si një thesar. S'ka prishore që ma të peshën dhe pasurin e alfabetit. S'ka bukuri që zëvendëson bukurin e një shkronje tjetri. Qëndis një vargje pa pushuar, mbush një flet me pasurin tuaj. Kjo pasuri kur nuk harxohet, kjo saher vjen e shtohet. Prej një shkronje bëhen dy atëri, por kur nuk mund të harxohen deri në pafundësi. Nuk ka një fond për të qëndisur shkronja, merr shkruaj e thot me miliona, përsëri fundi nuk ekziston. Është alfabeti që njeriu e posedon. Në gjak e në shpirt është alfabeti joni i lirë. Është alfabeti i pavdekur, të gjithë shqiptarët e kanë ndjekur. E kanë qëndisur e kanë thurur, një nga një me çdo shkronjë janë mburur, që të arrin atë që duan, po në këtë datë kanë fituar. 22 nëntor është themeluar alfabeti joni çmuar. Dashuria më e madhe për shqiptarin, pasuria më e madhe për vatanin, janë këta shkronja që po i qëndis për të tregu vlerën e çdo shkronje që shqipton çdo shqiptar me plis. Andaj, merr shkronjat, fillo të shëndis për alfabetin ton të Shqipërisë.